Përshëndetje miq dhe shikues të dashur, dhe mirë se vini në rubrikën për fëmijë. Në fillim të vitit shkollor, ne kemi vizituar pra shkollën Ismail Qemali, konkretisht bibliotekën e kësaj shkolle, në Çajir. Pra bëhet fjalë për shkollën komunale Ismail Qemali. Dhe ku ka ndjenjë më të mirë se sa të vizitosh pra një shkollë dhe t'i pyesish fëmijët se cilat janë ato ndjenja të rikthimit të tyre në klaset e tyre, në këtë atmosferë, në procesit mësimor dhe kështu me radhë. Dhe më rëndësishmja, çfarë librash kanë lexuar gjatë pushimit veror, çfarë librash lexojnë gjatë vitit, si e kalojnë kohën me teknologji, në krahasim pra me librin dhe me leximin, procesin e leximit, a ju ngatron ndonjëherë teknologjia për këtë, apo arrin pra të veçojnë një kohë për të lexuar dhe teknologjia fundja edhe nuk ju paraqet një problem të madh pasi që janë fëmijë të mençur. Cili është libri i fundit që ke lexuar kohët e fundit? Libri i fundit ka qenë Daisy Miller nga Henry James. Të pëlqeu? Shumë interesant. Ka qenë Për sa kohë lexove? për një 2 javë. Po i diskutoni ndonjëherë atë që lexoni me shoqe? Po, i diskutoj, i tregoj sa ka qenë interesant, i shpërndaj nëpër shkollën, internet është. Ka shumë nxënës që lexojnë këtu në këtë kohë, themi, apo ndoshta nga gjithë shokët dhe shoqet që i njeh? Po, lexojnë, do nuk lexojnë, më shumë e përdorin në internetin artificial. Si shkon procedura për të regjistruar këtu në bibliotekë dhe për të huazuar libra në shtëpi? Po procedura këtu në bibliotekë që të mamë duhet njëherë të kemi një fletë të vogël që të jemi të regjistruar. Pra e bëni regjistrimin njëherë? Shumë mirë. Tani pastaj kur jemi të regjistruar, marrim librat që donim ose ku na jepin arsimtarët të gjuhës shqipe, dhe marrim librin, na shkruan librin, tani duhet ta kthejmë. A mendon që më shumë fëmijët dhe të rinj të kalojnë kohën në telefonat celular dhe disi e kanë harruar gjithë këtë librin si formë komunikimi? Mendoj që po, kanë harruar që të lexojnë libra se tashmë teknologjia AI këto standet. Më shumë përdorin kur nuk e lexojnë dot librin, po vetëm e pyesin që ta bëjnë më shkurt, ta shpjegojnë. Po keni probleme me teknologjinë kohën e fundit, me telefonat celular? Besoj që pak po, sepse tani rinia vetëm nëpër telefona, nëpër rrjete sociale dhe nuk po ka edhe atë shkollë që të lexojnë libra. Kaloni kohë shumë në bibliotekë këtu? Kalojmë dhe është një veçanti shumë e mirë të kalosh këtu, të marrësh pjesë në aktivitete të ndryshme që inspirohen nga librat, është shumë mirë. Më thoni për një aktivitet kohën e fundit që keni bërë. Një aktivitet që më ka pëlqyer është kur ishte muaji prill, që ishte muaji i librit, ku morën pjesë shumë nxënës që kishin të bëjnë me librat, ishte shumë mirë. Kam dëgjuar dhe poenta ishte që ju të rekomandoni një libër shokut ose shoqes dhe kështu të vazhdonte kjo si zinxhir, apo jo? Po. Ishte shumë mirë domethënë t'ja sugjerosh dikujt një libër që e ke lexuar ti, që ka për shembull histori të bukura, personalisht unë pëlqej libra me histori të ndryshme, që t'ja sugjeroj dikujt ta lexon. Kishte efekt kjo? Kishte efekt të mirë? Ka efekt, po. Fillojnë të interesohen, edhe teknologjia pak më telefonat i lejnë për shkak librave. Që është diçka shumë e mirë. Po, kur sugjeron libër dikujt edhe fillon ta lexon, edhe telefoni është më anash, ato aplikacione që nuk janë shumë të duhura, është me të vërtetë është diçka shumë e mirë. Çfarë do t'ju kishe sugjeruar të rinjve? Të rinjve do t'ju kisha sugjeruar të lexojnë libra në gjuhë të ndryshme, si dhe histori në kohën e vjetër, për shkak se është diçka shumë e mirë të mësosh diçka të re, që dikujt t'ja tregosh nesër, për shembull, ka mësuar këtë. Po, kemi nxënës edhe të cilët shprehin interesim për lexim, edhe kërkojnë libra të ndryshëm, domethënë pra autorëve të ndryshëm, edhe me aq sa kemi mundësi, domethënë i furnizojmë, ju japim nxënësve. Po. Zonja Nebahat, cila është procedura për të regjistruar në bibliotekën tuaj nëse
themi, unë jam një nxënës dhe vi të huazoj një libër tek ju, çfarë duhet të kem ose çfarë për ta përmbush kushtin e regjistrimit? Nxënësit do të thotë se mund të vinë të regjistrohen prej klasës së dytë pasi ta kryjnë shkronja, do me thënë, ta përvetsojnë shkrim leximin, po. Edhe ato vinë në bibliotekë, ashtu që ne i regjistrojmë nxënësit, me emër dhe mbiemrit, cila klasë është. Edhe Ka nevojë për të dhëna shtesë apo vetëm me automatizëm nëse janë nxënës të kësaj shkolle, munden të regjistrohen pa asnjë problem? Jo, nuk ka të dhëna shtesë, do me thënë mund të regjistrohen pa asnjë problem, i regjistrojmë nxënësit, klasën, edhe e dim se nxënësit i cilës klasë është edhe. Zakonisht, sa kohë kanë të lejuar të mbajnë librat e huazuar nxënësit? Po, sipas rregullores, nxënësi ka të drejtë ta mban librin 10 ditë pune, shembull. Aty parafërsisht 2 javë, domethënë deri në 15 ditë. Dëgjova se në këtë aktivitetin e fundit që e kishit, ju kishit propozuar që librat që lexon pra një nxënës t'ja përcjell si detyrë nxënësit tjetër për ta lexuar. Po, ndër aktivitetet të cilat mbahen pra në shkollën tonë, është aktiviteti në muajin prill, si që njihet edhe si muaji i librit për fëmijë. Me nxënësit, po, e shënojmë patjetër, edhe është tema lexova unë, lexo edhe ti. Do me thënë, ashtu që për zgjedhjen e librave, disa autor botëror edhe më të njohur, se theme kam bërë unë, ashtu që jemi mbledhur me grupin e bibliotekistëve të rinj, edhe se cili ka bërë përzgjedhje se cilin libër do ta lexon, gjithashtu e ka propozuar edhe në klasë, është të lexuar edhe tema në për klasa, shembull, pse duhet të lexojmë? Do me thënë një sqarim nga grupi i bibliotekistëve, do me thënë, që të përcillet leximi edhe të ngjallet interesi për lexim. Idetë janë tona, mirë po ne duhet të realizojmë plan programin. Do me thënë, në shkollë ekziston klubi i bibliotekistëve të rinj, të cilët përzgjedhen prej klasave të ndryshme, ashtu që gjatë krejt kohës i kemi të planifikuara aktivitete. Do me thënë, qëllimi kryesor është nxitja edhe krijimi i poezisë. Po, i poezisë, prozës, kështu me radhë. Aktivitetet janë të rregullta, duke filluar me mbledhje me klubin bibliotekistët e rinj, ashtu që zgjedhim kryetarin, ankryetarin, edhe i njoftoj me plan programin, edhe gati se për çdo muaj kemi aktivitetet të ndryshme. Desha ta cek edhe këtë se gjatë muajit prill, me nxënësit e klasës së parë, do me thënë, ato ishin në vizitë këtu, edhe thjesht ligjeruam temën pse shembull festohet kjo datë, që është edhe ditëlindja e shkrimtarit të njohur Hans Christian Andersen, po, edhe u lexua përralla këtu, pastaj ja u dham, po, edhe ja u dham nxënësive librin, do me thënë përralla nga Hans Christian Andersen, ashtu që me ndihmën e prindërve e kanë lexuar edhe në shtëpi, në bashkëpunim me mësuesen e klasës. Patjetër, sidomos nxënësit e klasave para, për ta kapur këtë hap transition për të njoftuar edhe me librin, besoj që kërkohet edhe ndihma e prindërve, që edhe ata pak t'i motivojnë në shtëpi. Qashtu është. Se ende nuk janë të gatshëm nxënësit për të lexuar. Jam shumë i lumtur që edhe fëmijët që vinë kanë një model si ju dhe mund të dhe t'i shikojnë gjithë këto botra rreth tyre në këtë mënyrë, të njoftohen me ta dhe të vazhdojnë. Po, kjo puna e teknologjisë dhe celularave, a i ngatron nxënësit në kontaktin e tyre me librat? Si e mendoni ju? Po, besoj se ka bërë të vetën. E ka bërë të vetën? Po, e ka bërë të vetën, do me thënë teknologjia normal, si them,
i marrin gjanat e gatshme, mirë po duhet edhe ne të kemi kujdes, do më thënë se çka edhe ti motivojmë thjesht i shtim nxënësit, ti largojmë që të shkruajnë ose të lexojnë aty për aty. Po, dhe ku më mirë dhe do ta bënim këtë se sa në bibliotekë këtu ku i kemi librat konkret rreth nesh dhe ku mundet nxënësit edhe t'i mbajnë në duar dhe t'i prekin. Faleminderit shumë. Nëse veçma nuk keni diçka për në fund, për të thënë ndonjë këshill për nxënësit, për prindrit. Po se them, duhet të angazhohemi të gjithë. Me qëllim nxitje dhe njohje për librin, ne gjithashtu i bëjmë edhe vizitat në panairin e librit. Kemi bërë vizitat edhe bibliotekës universitare. Do me thënë, panairin e librit, ajo rrethuar nga bota e librit, me të vërtet është një përjetim jashtëzakonshëm, edhe për mu, po edhe për nxënësit. Do me thënë, mënyrën se si ta përzgjedhim librin, se si ta blejmë librin, edhe ta kemi si pasuri, normal edhe ta lexojmë. Kështu, po. Ju falenderit shumë, ju uroj shumë sukses dhe t'jeni kështu si qeni, t'i inspironi familjet tanë, edhe më tej, dhe mirupafshim e shifemi me gjërat të reja dhe shumë aktivitetet e tjera. Faleminderit edhe prej juve, kishim nderin që na vizituat. Mirupafshim herëve të tjera. Faleminderit shumë dhe